do arri dot, megjithatë. Po se lët elitin të ndërpresi. Jo, s'ka të bëj fare me ndërprerjen. Ka të bëj me 3 gjëra kryesore që doja t'i thoja. Së pari, meqense nise personale. Nuk jam njeri që kam një aftësi të papar për të mburur qeveri. Jam një ekonomist që kam rreth 42 vjet që studioj ekonominë e vendit tim dhe me aq sa kuptoj të ekonomistë shteteve përreth nesh apo edhe të ekonomive të mëdha në botë, në mënyrë që të ndihmoj vendin tim. Dhe sa herë që kam përpjekur publikisht të them fjalën time, o përmes shkrimeve, sepse përpara 20 vjetësh mundësia kryesore ka qenë përmes shkrimeve në gazetat tradicionale. Tani është dhe mundësia edhe përmes mjeteve të tjera të informimit masiv, kemi edhe mediat sociale, kështu që kemi mundësi më shumë. Dhe jam përpjekur që në interes të qytetarit ton, të njerëzve që në mëngjes më japin mirëmëngjes edhe pa i njohur dhe më thonë diçka, të mund të ndihmoj. Kaq është mundësia jonë. Profesor Malaj e di që me si ekonomist kemi një moral, që duam të shohim gotën gjithë një gjysmë plot. Sepse në momenti kur ne bëjmë një analizë, themi një gjetje, nxjerrim një deduksion, ne përpiqemi që t'japim një mesazh pozitiv. Dhe kjo është arsyeja pse ty të kanë folur për mua që jam i papar për të mburur qeveritë, sepse qoftë në qeverisjen demokratike e Partisë Demokratike, kanë vënë re shumë gjëra pozitive nga vrulli i parë i 2 viteve të para të saj, në doganat tona, nga një rritje shumë e fortë e kërkesës për administrim me duar të pastra dhe rreth $2 miliard, në atë kohë nuk ishin pak, për të sjellë të ardhurën më shumë nga arktimet doganore, e kam përshëndetur si ekonomist dhe si njeri që dua t'i shërbej vendit tim. Tani përshëndes gjëra të tjera. Përshëndes që në rast se realisht e kemi seriozisht me pasaportën europiane, e kemi seriozisht që të përshpejtojmë sa më shumë, i dashur Endri, futjen në Bashkimin Evropian, ta deklaroj me shumë sinqeritet. Bullgaria dhe Rumania, vetëm nga këto pak vite që sot janë në tregun e përbashkët të Bashkimit Evropian, e kanë parë rritjen e tyre ekonomike në krahasim me vitet ku kanë qenë jashtë këtij tregu, jashtë familjes së madhe të Bashkimit Evropian, të rritur 3 herë. Jo në shifra absolute. Të them unë për në mbështetje të kësaj 3 vende që kanë pasur përfitim të drejt për drejt nga të ashtu quajtura të fondet strukturore të Bashkimit Evropian, që u jepeshin vendeve të cilat kishin një rritje ekonomike më pak se 50% e mesatarës së Bashkimit Evropian, ishte Portugalia, Spanja, Irlanda dhe Greqia. Ku e ke Irlandën sot? Për shkak të kompanive të high-tech-ut që janë vendosur atje, ke një nga vendet më të zhvilluara. Kështu që unë vetë që jam këtu përballë jush, ju pranoj që po Spanja, gjithashtu një vend shumë i zhvilluar, dhe Portugalia gjithashtu po zhvillohet, Greqia e kaloi krizën. Dua t'ju them që këto që ju thoni qëndrojnë. Por, mund t'ju bëj një pyetje? Po, sepse je moderator dhe detyra jote është bësh pyetje. Komendet e përmendet juve. Rezervoj sa më pak që t'ju lësh të ftuarve tuat të nderuar të thonë fjalën e tyre. Unë e di nga kryeministri pse nuk u bë ujë 24 orë brenda mandatit të parë qeverisës 2013-2017. Sepse diku nga 2021 tha, e pse duhet mbaj unë tha përgjegjësi? Të lutem për pyetje. Për çfarë nuk është bërë? Po, do të thuash komentet e tua, vazhdo me komentin. Komenti e Edi Ramës, shihni. Jo, unë po pres pyetjen se do të bëj pyetje. Po, pyetja është. Cila është pyetja, lutem? Kur Edi Rama nuk bëri dot ujin për cilin u zotua që do ta bënte, tha me mua, me asnjë tjetër, për 4 vjetë, sepse ishin kaq vite që s'ishin bërë. Përse neve do të na integroj detyrimisht në 2030 në Bashkimin Evropian, kur e dim që janë 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian, ishin 28 minus Britania e Madhe, secili prej vendeve ka minimalisht mënyrën e vet të miratimit të traktatit antarësimit, dhe minimalisht 2 vende, një e ditë sigur se ka me ndryshim kushtetues, është Franca do ta hedhë në referendum. Ore zotri, Franca të hodhi poshtë kushtetutën europiane. Kaloj detyrën tënde të moderator dhe tuaj si komentator
që unë nuk e besoj antarësimin, sepse janë disa vënde shumë të rëndësishme me ekonomin të dytë apo të tretë të Bashkimit Evropian, po të them që nëse bëjmë antar të Bashkimit Evropian, po, do marrim lek. Por nuk është në dorë të Ramës dhe time dhe tënde që të bëjmë antar të Bashkimit Evropian. Se janë dhe 27 tjerë që duan sot për nesër, pas nesër. Ti lëm në dorë të kujt është. Të themi që deri tani deklaratat, të lutem, po më pyete për diçka dhe dëgjoj përgjigjen. Patjetër. Faleminderit. Pra, deklaratat e Brukselit sot janë të tilla që është një moment i përshtatshëm për ne. Dhe prandaj unë e vlerësoj edhe qëndrimin e partisë kryesore në opozit, që gjithnjë ka qenë pro integrimit. Është gjëja më e mirë që mund të kemi në nivel të interesave tona kombëtare. Por, nga ana tjetër, të flasim këtu që s'ka që na duhet integrimi, sepse ja ku është filan vend që ka probleme brenda familjes së madhe përbashkët, neve të futemi njëherë. Se ka thënë njëri. Sepse kush e tha këtu? Azbeni se tha asnjëri nga ne. U shpreh deri tashti. Mos e tejkalojmë me fondet e të qenit në brenda familjes së madhe evropiane, pra ato fonde që quhen i dashur, të dua shumë dhe të kam shumë respekt si ekonomist. Pse duhet me paparësinë time për mbrojtur qeverinë? Nuk më ngel hatri po të thush që e kam thënë. E kam diçka tjetër. Nuk më ngel hatri po të thush që e kam thënë. Përse një sekond dori të lidhë? Fondet që do marrim nga Bashkimi Evropian i nderuar meritan, të jesh i bindur që vetëm mirë do na bëjnë. Po nuk thash jo. Unë them këtë gjë. Se në 2030 nuk do na vinë këto fonde, është një çik. Ka vetëm një problem. Nuk hym dot. Prandaj përmenda profesor Malaj. Ne të gjashtë këtu e dim që në 30. Ekonomistët që nuk janë bërë antar të theksuar të pasionit partijak, që ne na pëlqen ta shohim gotën gjysmë flokë. Prandaj dhe kur nisa me idenë që të mbështesin sa më shumë vijën integruese të vendit tonë, timit dhe tëndit bashk, është mirë që për këto fonde... Dalin deputat tjetër. Si detyrimisht me Edi Ramën për Bashkimin Evropian 2030, Endri, të lutem. Të lutem se... Një minutë po se po bëj bështet. Shiko se jemi miqë, nuk kemi me... Jemi miqë të gjithë, po bëjmë debat, se të është debat konstruktiv. Vetëm më li se vetëm të tej përgjigje. Deri se ka folur vetëm 4 minuta i shkretim. Jo, se s'kam problem unë, jo, fare, edhe të mos flas fare. Problemi është këtu, Fatos, unë do donja si dhe ty, që t'ishim me antarësu dje. Po ne të gjashtë bashkë me zotin Malaj atje, e dim që në 2030 nuk arrim dot. Do arrim. Këtu do jemi. E bëjmë një bazë publike, të kërkoj falje publike pas 4 vjetësh e gjysmë. Jo, po nuk ka vlerë. Shiko, unë besoj tërësisht. Nuk ka vlerë falja publike e kryeministrit. Me mbrojtje qeverish. Ka të bëjmë me atë që unë di. Në këto moment. Edhe Berisha të vi. I Bashkimit Evropian është të zero. Po s'ka lidhje interesi Bashkimit Evropian. Kush është interesi Bashkimit Evropian edhe një me emër të asaj gotës gjysmë flokë. Po pse ka interes Bashkimi Evropian? Sa më shumë ta mendojmë vend. Pse ka interes Bashkimi? Sa më shpejt vendin tonë të bekuar. Aq më shumë energji pozitive do gjë. Shiko, ai bën pushat për interesave të verbra, rafat shkurtra politike. Shiko, më vjen keq që bën Partia Socialiste. Dhe unë po të them, të gjithë ne, edhe ti vetë, me aq një uri sa kemi njësoj. Skepticizmin për integrimin të lutem. Jo skepticizm për integrimin. Jo për bazduar. Po nuk mundemi. Nuk mundemi. Do mundemi. Ja këtu do jemi. Po si do mundemi? Ja do ta shikojmë. Po si? Në shumë mënyra. Më përpara sa mbledhjet nivelit të lartë janë bërë nga Brukseli. Dy kapituj, grup kapituj shka hapur më. Rikthehemi çështjes 25 viteve, përpara 30 viteve. 3 nga 35, more, është e tmerrshme. Shikoj kon. Ka qenë 2011 në Malizi dhe 2 kapitull. Mos u bëni një histori. Inshallah, nëse dash Zoti, dash të Zoti dhe bëhemi. Nesër bjerë, nesër po mundem. Rikthehemi temës. Më shpjegoj korelacionin integrimi evropian në 2030 mbas zgjedhjeve të 2029 me buxhetin 2024-2029. 2025-2029. Sa më shumë, dashur Endri, neve të arrim të
kemi hapa integrues, aq më shumë të besueshëm jemi për kapitalin e huaj. Jo vetëm se Moody's apo Standard & Poor's, pra ato agjensitë që vlerësojnë aftësinë paguese të vendeve të ndryshme apo të strukturave të mëdha të kompanive shumë konshme, dhe të thonë që ti ke ecur brenda aftësisë tënde paguese, por edhe se sa më shumë të na besojnë e Brukseli, aq më shumë kompanitë që kemi nevojë, që janë kompani të mëdha, do ta shohin me interes Shqipërinë. Tani që po flasim, Pra do rritet borxhi. pra edhe një herë, kur ty të vjen një kapitali huaj, të hapen vende të reja pune, mëson shumë nga i kapitali huaj se si të punosh dhe të rritësh rendimentin, Ka ardhur investitori me ato vite? do presim i dashur Raporti zotit Shampanja Peliki. gjithë vite për arritjet e mëdha që ka pas Shqipëria. Ti që ndroke karta e konsumatorit, e cilën duhet ta rimbursosh dhe mos i bëj llogarit pa anxhin si thot po. 2025-2029. E di që do ta marrësh fjalën dhe të mos e lëshosh më, po më lër të flas. Ka thrasim edhe ta 3-4 fusi pak minuta. Sefën, një sekondë se Sefa ka folur më pak. Sefa, Sefa të lutem, se ke qenë Pyeteni çik dhe zotin Malaj pastaj Ja, do ta që pyes mund zotin futemi Malaj, në po. 2000